Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama deklaron se hyrja në Bashkimin Evropian është garancia më e madhe për reformën në drejtësi, edhe Këshilli i Evropës mbështet SPAK. Prokuroria e posaçme sqaron sulmin kibernetik të 12 marsit, u cënuan vetëm 3 emaile, por sistemi i brendshëm mbeti i paprekur, 2 të arrestuar. Ekstradohet nga Italia Bujar Shega, i konsideruar si financieri i bandës së Suelçelës në Elbasan, pastroi parat e drogës, financoi trafikun e kokainës. Ikona e kinematografisë shqiptare Margarita Xhepa ndahet nga jeta në moshën 91 vjeçare, aktoria e njohur spikati me rolet e saj në filma dhe në teatr. Vjojmë të ndjekim më gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Për Edi Ramën, hyrja në Bashkimin Evropian është garancia më e madhe për të mbrojtur reformën në drejtësi, sa i takon objektivit për antarësimin e Shqipërisë brenda 2030-s. Sinjale pozitive kanë ardhur nga Këshilli i Evropës, që ka vlerësuar betejën e SPAK kundër korrupsionit. Pavarësisht se Partia Socialiste dha jetë reformës në drejtësi, kryeministri Edi Rama kërkon garanci që ajo të jetë e pakthyeshme. Në një takim të nivelit të lartë me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, kreu i qeverisë tha se paprekshmëria e institucioneve garantohet vetëm me hyrjen në Bashkimin Evropian. Garantimi i pakthyeshmërisë së reformës në drejtësi është sfida e sfida dhe e përsëris. Në momentin që ne hymë në Bashkimin Evropian, ky nuk është më një alarm. Po deri kur ne të jemi në Bashkimin Evropian, ky duhet jetë alarm i vazhdueshëm që reforma në drejtësi të jetë e pakthyeshme, që institucionet e reja drejtësisë që janë patjetër të përmirësueshme, si çdo institucion tjetër, duhet jenë të paprekshme. Shqipëria sipas Ramës nuk ka rrugë tjetër veç se integrimin në Bashkimin Evropian. Ne kemi vetëm një zgjedhje, vetëm një plan, vetëm një rrugë që është Bashkimi Evropian. Për ne është shumë e qartë. Ne nuk jemi perëndimor të përkdhelur nga fati. Ne jemi rritur në ferr. Dhe ne e dim shumë mirë që Bashkimi Evropian është shumë më tepër se sa një bankomat. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës Bjorn Bergu shpreh se Shqipëria brenda 2030-s është në Bashkimin Evropian. Sot dua të marr një moment për të vlerësuar se sa rrugë ka për të bërë Shqipëria që nga reforma e gjyqësorit deri tek institucionet e specializuara kundër korrupsionit. Shqipëria po tregon kurajon për të u përballur me problematikat e vështira. SPAK po bën punën e vet edhe në nivele të larta. Shqipëria 2030 në BE, rruga e reformave, është takimi i dytë i nivelit të lartë që u mbajt në Tiranë, i organizuar nga Kuvendi, ku u bë publik draft plani kombëtar i veprimit, i cili përmbyll fazën e dytë të procesit për thedhimin e reformave për mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit. Një akt të rëndë e quajti Sali Berisha sulmi kibernetik ndaj SPAK. Sipas tij, hakerimi mund të ketë ndodhur edhe nga brenda në funksion të përplasjes së grupeve brenda Partisë Socialiste. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi hakerimin e një prej institucioneve më të rëndësishme në vend, SPAK-u, duke e cilësuar të një akt të rënd. Gjatë një konference me gazetarët, Berisha ngriti disa pikpyetje për këtë sulm, pa përjashtuar edhe vetë prokurorët e posaçëm. A është hakerim apo vetë hakerim? Unë nuk e di. Tani pjesa e parë, por është gjë shumë e rëndë. Është kjo mundet dhe një luftë të brendshme brenda planeve mafioze të Partisë Socialiste. Në shëmbëllën si historie e statuset të Erion Velis. Statuset ja shkruan te Rama dhe përgjigjen skapi ja jep te Erion Velis. Edhe këtë hakerimin duan t'ja faturojnë Fatmir Xhafs. Berisha komentoi edhe raportin vjetor të SPAK-ut e shqetësimin e prokurorisë posaçme për rënien e referimeve të veprave penale nga policia. Product Matrix. Ky Ilir Matrixi, ky shkoi aty pikërisht për të bërë këtë gjë. Po mo. Ilir Matrixi u emërua aty pikërisht për të mbrojtur krimin, për të fshehur dosjet e krimit
dhe për të mos i dorëzuar. Ministri vetë është një ushtar i pojës. Por nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili është një prej politikanëve që ka kritikuar më shumë prokurorinë e posaçme kundër krimit organizuar e korrupsionit, shmangu komentet për atë pjesë të raportit vjetor të SPAK-ut ku reflektohet shqetësimi për presionin politik mbi prokurorinë. Prokuroria e posaçme bëri të ditur se sistemi i brendshëm i saj nuk është cënuar nga sulmi kibernetik i 12 marsit. Autori i ndërhyrjes, tashmë i arrestuar, ka mundur të marrë vetëm disa të dhëna nga adresat e emaileve të 3 prokurorëve. Megjithatë, SPAK po vijon hetimet për një grup kriminal. Në 12 mars, prokuroria e posaçme rapre një sulmi kibernetik. Shënjestër e hakerimit u bën adresat e emailit të 3 prokurorëve, por SPAK qartëson se nuk u arrit të ndërhyhej në sistemin e brendshëm. Për këto ndërhyrje të palishme, dyshohet se pas fshihet një grup i strukturuar kriminal. Nga verifikimet ka rezultuar se është ndërhyrë vetëm në adresat e emaileve të disa prokurorëve, por jo në sistemin e përgjithshëm të IT-së së institucionit. Personat përgjegjës kanë arritur të marrin disa informacione, pa mundur të sigurojnë akses në dosje hetimore. Po ashtu, ata kanë tentuar të ndërhyjnë edhe në emailin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme, zoti Altin Dumani, por pa sukses. Në pranga kanë përfunduar ish drejtori i paraburgimit të Vlorës, Zambak Gjoni, dhe Arnold Rokaj, ish drejtuesi i IMT-s, ndërsa SPAK thotë se 2 të prangosurit nuk është provuar të kenë bashkëpunuar me personel të brendshëm të institucionit. Fal një hetimi intensiv të drejtuar nga prokuroria e posaçme me përfshirjen e BK-s si dhe sektorit të ekspertizës të kësaj prokurorie, u bë mundur që të zbulojë kjo ndërhyrje e paligjshme, duke identifikuar dhe arrestuar brenda 24 orëve 2 shtetas, individin që ka realizuar ndërhyrjen në email dhe atë që ka shpërndar informacione tek persona të tretë. Gjithashtu, u bë mundur sekuestrimi i pajisjeve të përdorura për të realizuar ndërhyrjen si dhe skedarat e shkarkuar. Prokuroria bën të ditur se janë marrë masa shtesë për të ruajtur nga një ndërhyrje tjetër e mundshme. Hakerimi ju bë 3 prokurorëve, 2 të seksionit të krimit organizuar dhe terrorizmit, konkretisht Elida Kaçkini e Behar Dibra dhe tjetra Enkeleta Milonaj, hetuese e korrupsionit. Të dhënat që arritën të rridhnin ju dërguan më pas 2 gazetarëve, ndërsa për ta SPAK ka urdhëruar të mos publikojnë asnjë informacion. Bujar Shega, i konsideruar si truri financiar i bandës Suel Qelës, është ekstraduar nga Italia në Shqipëri. Ai akuzohet nga SPAK se përmes bizneseve të tij pastronte paratë e drogës dhe financonte trafikun e kokainës nga Amerika Latine. Autoritetet italiane kanë ekstraduar biznesmenin Bujar Shega, i njohur ndryshe me emrin Marcel Shega. 52 vjeçari u kap në Milano pas kërkesës së prokurorisë së posaçme, pasi ka dyshimet e forta se ai është i përfshirë në bandën famkeqe të Suel Qelës në Elbasan. Masa ndaj tij u firmos në nëntor të vitit të kaluar nga gjykata posaçme në kuadër të operacionit për goditjen e grupit kriminal që drejtohej nga Qela dhe vëllai i tij. Biznesmeni nga Elbasani akuzohet për disa vepra penale, trafikimi lëndëve narkotike dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale kryer në kuadër të organizatës. 52 vjeçari është administratori i 2 kompanive, Viola Green dhe Wonder Green, përmes të cilave dyshohet se pastronte paratë e disa grupeve përfshirë të organizatës së Suel Qelës dhe gjithashtu të një grupi tjetër me bazë në Dubai që ka investuar në Tiranë në pasuritë e paluajtshme. Sipas dosjes së SPAK, Bujar Shega ishte financieri i grupit kriminal që përmes bizneseve të tij dhe pasurive të tjera të investuara, shërbente si lavatriçe për pastrimin e parave të drogës dhe të botës së krimit. Referuar dosjes hetimore, Bujar Shega akuzohet se bashkë me persona të tjerë tentuan të trafikonin 930 kg kokain drejt vendeve të Bashkimit Evropian nga Ekuadori. Lënda narkotike u bllokua nga policia e Ekuadorit me 13 dhjetor të vitit 2020, ndërkohë po hetohet nëse Shega ka qenë i përfshirë në atentatet dhe vrasjet e realizuara nga Suel Qela dhe anëtarët e tjerë të grupit. Kujtojmë se Suel Qela u shpall në kërkim në maj të vitit 2022 në kuadër të operacionit Plumbi Art. Sipas dëshmisë e Nuridin Dumanit, Qela dyshohet se ka porositur atentatin e dështuar të 29 marsit të vitit 2022 ndaj Elton Kiles, vrasje që do ta kryente pikërisht bashkëpunëtori i drejtësisë Nuridin Dumani, i cili në këtë atentat mbeti veti plagosur. Gjithashtu pas zbërthimeve të aplikacioneve Sky ECC dhe Encrochat, u zbuluan komunikimet me Suel Qelës dhe shokëve të tij për atentatin me sniper ndaj Ardian Çapjas, ku ky i fundit mbeti plagosur. Jo vetëm kaq, por në dosje doli në pa dhe lidhjet që Suel Qela kishte me zyrtar të lartë të policisë në Elbasan dhe gjyqtaren Pajtime Fetau.
Këtë të njëjtë është mbajtur në gjykatën e posaçme seanca e parë për dosjen 5D, ku trupa gjykuese nuk ka pranuar gjykimin e shkurtuar për ish drejtor dhe ish zyrtar të Bashkisë së Tiranës. SPA kërkoi kohë për të përgatitur listën e dëshmitarëve dhe për parashtrimin e provave për çështjen. Gjykata e posaçme vendosi më 14 shkurt kalimin për gjykim të kësaj dosje. Dy ish drejtorët e Bashkisë së Tiranës, Redi Molla dhe Mariglen Qato, do të gjykohen për korrupsion pasiv, mosdeklarim pasurie dhe pastrim parash, ndërsa ish zyrtarët e tjerë Taulan Tushe, Nestor Muhamedllari, Albano Janku, Julian Zanaj dhe Elton Punavia për shkelje të barazisë në tendera. Hetimet për ish zyrtarët u mbyllën në dhjetor nga SPAK dhe dosja u dërgua për gjykim. Ikona e kinematografisë shqiptare Margarita Xhepa është ndarë nga jeta në moshën 91 vjeçare. Në karrierën e saj të gjatë, aktoria e njohur spikati me rolet e saj të shumta në teatr dhe në filma. Për kontributin e dhënë në artin shqiptar, Margarita Xhepa është nderuar dhe me titullin e lartë Nderi i Kombit. E pyes, i flas, nuk më përgjigjet. Aktoria e njohur Margarita Xhepa ka ndëruar jetë në moshën 91 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të pasur artistike dhe kulturore. E lindur në 2 prill 1934 në Lushnjë, Xhepa u bë një nga figurat më të shquara të teatrit dhe kinematografisë shqiptare, duke interpretuar mbi 150 role në teatr dhe 32 në filma. Të vret ka qenë në të vret Gjermani, të vret edhe për qef. E cilësuar si një nga zonjat e mëdha të teatrit dhe filmit shqiptar, karrierën e saj e nisi në vitin 1950 pranë teatrit popullor dhe më pas vazhdoi në estradën e shtetit. Që nga viti 1957 ajo ju përkushtua teatrit, ku interpretoi role të spikatura si Ofelia tek Hamleti apo Vajza e dytë tek Mbreti i Lirë. Në kinematografi me një prani që rrallëherë mund të përsëritet, ajo i dha jetë 10 roleve që prekën zemrat e publikut, nga General Gramafoni te Dora e ngrohtë, duke shndruar çdo rol në një testament artistik. Po këta janë edhe të mi. Jo, s'është ashtu. E shoh që ti bën më shumë për të. Mos marame. Në vitin 2007, aktores u dha çmimi i karrierës për rolin e Nadjezhnës në monodramën Kënga e Mjellmës. Ndërkohë është dekoruar edhe me titujt Artiste e Popullit dhe Nderi i Kombit, duke u vlerësuar për kontributin e saj të jashtëzakonshëm në artin shqiptar. Intervistën e fundit aktoria e njohur e dha në Vision Plus, ku rrëfeu për emocionet dhe ndjesitë e skenës, ndërsa rolet e saj i quajti të punuara me shumë dashuri dhe pasion. Për ndarjen nga jeta të artistes së madhe kanë shprehur ngushëllime drejtues të lartë të shtetit dhe politikës. Me interpretimet e saj, ku spikati në mishërimin e figurës së gruas dhe veçanërisht të nënës, Margarita Xhepa çoi dritë dhe u bë pjesë e dashur e familjeve shqiptare, shkroi presidenti Begaj. Ndërsa kryeministri Rama ndau disa nga fotot e aktores së ndjer me mbishkrimin Lam të mirë yll. Homazhet në nder të ikonës së kinematografisë dhe teatrit shqiptar do të mbahen nesër në orën 10 deri në orën 13 në hollin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Lam të mirë Margarita Xhepa, zëri yt do të kumbojë gjithmonë në teatrot dhe kinemat shqiptare. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.